Në ditën e dytë të qëndrimit të saj në Izrael, Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Eliza Spiropali vizitoi qendrën përkujtimore të Holokaustit i Yad Vashem, ku është dokumentuar përndjekja dhe vrasja e 6 milion ebrenjve gjatë luftës së dytë botërore. Në një postim në rrjetet sociale, Spiropali shkruan se Shqipëria nderohet dhe vlerësohet si e drejtë mes kombeve, me refuzimin për çnjerëzimin dhe dorëzimin e ebrenjve në duart e persekutorëve. Ministri ashtoi se akti njerëzor kombëtar i shpëtimit të ebrenjve është pjesë e trashëgimit sot morale dhe historike. Kudo shkoj, Shqipëria dhe historia jonë më bën të ndihem krenare. Kështu ndodhi dhe në Yad Vashem, në qendrën përkujtimore të Holokaustit, ku është dokumentuar në imtësi dhe thellësi një nga kapitujt më të dhimbshëm të historisë njerëzore. Krenare që Shqipëria nderohet dhe vlerësohet e drejtë mes kombeve, me refuzimin për çnjerëzimin dhe dorëzimin e ebrenjve në duart e persekutorëve, duke hapur dyert, shtëpitë dhe zemrat për ta, me një akt njerëzor dhe kombëtar që sot është pjesë e trashëgimit sot morale dhe historike, shpreh ministrja Spiropali.